Falëndrim Allahun Azza wa Jall që na dha ymër dhe shëndet të mrim dhe ta shpjegojmë një ndodhi jashtëzakonisht të madhe e cila përmendet dhe shënohet në Suratul Baqara. Ajeti numër 67. Në bazë të këtij tregimi, edhe kjo sure më e madhe e Kur'anit e ka marrë edhe emërtimin e vet. Sipas tregimit të lopës, sipas kësaj ndodhie, Allahu Azza wa Jall me urtësinë dhe detyrinë e vet absolute vendosi që edhe këtë sure të madhe ta emërton me këtë emër, Suratul Baqara, sureja e lopës, sureja e cila shënon në vete një tregim gjigant madhështor, e cila duhet të shërben si mësim, udhërrëfim, yrnek, shembull për çdo njeri, musliman apo jo musliman, në jetën e tij. Suratul Baqara, apo tregimi i lopës, fillon në një mënyrë shumë interesante, që subhanallah, që një pjesë e madhe e ndodhive që ndodhin në botë meritojnë që të trajtohen në njën e Suratul Baqara, po në njën e kësaj ndodhie. Sepse njeriu që ka qenë dinak, mashtrues në atë kohë, fatkeqësisht njerëz të tillë me asnjë karakteri vazhdojnë të ekzistojnë edhe në zamanin tonë. Është për t'u habit, sepse kjo sure u emërtu me këtë emër. Thot Allahu Azza wa Jall: "Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara." Thot Allahu Azza wa Jall, kështu fillon ajeti kuranor, dhe kur Musa alayhi salam i tha popullit të vet, Allahu ju urdhëron që ta therrni një lopë. Pse me therat lopë? Ndodhia nisi kështu. Njëri nga Beni Israelet, i cili ishte jashtëzakonisht i pasur, që nuk kishte kush ta trashëgon përveç se djalit të axhës së tij, përveç se kushërini i vet i parë. Ama ky i ri dhe i pasur, kushërini i vet, duke qenë në ndije se është i vetmi i cili do ta trashëgon kushërinin pas vdekjes, me gjithë këtë informat nuk boni sabër. Nuk ju bëjke sabër që të merë pasurinë e kushërinit të vetë në duart e tij pas vdekjes së kushërinit. Çka boni o vëllezër? Shejtani e ngacmoi, shejtani e ngacmoi dhe mësoi dhe e mashtroi që ta vret kushërinin e vet, duke i thonë se kush ka me prit edhe sa vite kja alo i ri është. Ti s'ki ko me prit me vdekje e me marë pasurinë e ti me trashëgu. Ndoshta ti des e se gëzon dhe kur s'ki mja po hajrin kësaj pasurie, e cilo është e jotja, kështu i tha shejtani. Pasuria e huj, duke i thonë se kur të vdeski, ti e trashëgon. Dhe e mashtre shejtani dhe i tha që ta vret kushërinin e vetë. Ki qëfar boni o vlezër? Vrau kushërinin e vetë. Por nuk u mjaftu me kaq. Mori kushërinin e vetë dhe dërgoi thuhet në disa komente në një fshat tjetër, në afërsi të fshatit të tij, dhe la para një dere të një personi. Dhe në mëngjes, i pari që del dhe kërkon kushërinin e tij dhe shpall si të humbur dhe manifeston shqetësimin e tij, ishte ky vrasësi. Doli dhe tha, kushërini im nuk është askund, vallë mos ka humb, mos e ka vra dikush, mos i ka ndodhur diçka. Çuçani ujku me lëkure të kingjit, hem vrasës, hem mashtrues. Hem vrasës, hem bën propaganda humane, kinse ki ka brengën dhe deridin dhe gajlën e dikujt.
Dhe ky fshat akuzoi fshatin tjetër, konkretisht pronarin e asoj shtëpisë para të cilës shtëpi u gjet i vdekur, i cili pronar mohonte një fakt tillë dhe nuk pranonte këtë vrasje. Dhe kështu o vëllezër, me këmbgulje këta refuzonin pranimin e kësaj vrasje dhe me këmbgulje fshati tjetër akuzonin personin në fjalë se ajo është vrasi i vërtet, pasi që gjenazja apo kufoma u gjet para derës së shtëpisë së tij. 40 vite përmendet, dilema dhe polemika ka zgjatë. Është një transmetim që përmendin disa komente, këtë që po e thamë vëllezër është përmbledhje e shumë komenteve të Kur'anit. Një pjesë është e marrë nga Ibn Kathiri, një pjesë nga Imam Taberiu, një pjesë nga Kurtubiu, një pjesë nga Ibn Gjeriri, një pjesë është e marrë nga Begawiu. Është përmbledhje e shumë komenteve dhe jam mundu që ta bëj një rezume. 40 vite polemik, mos marrëveshje, jo e vrajtet, jo se vrajtet. Por ajo që është interesante në gjithë këtë është se përmendet në disa transmetime se dhe pasuria të vrarit hala nuk ishte marrë guzimi që ti jepet vrasit. Thuhet, përmendet, edhe pse do thonë momentin që u shpall për i vdekun, kjo e mori pasurinë e kushërinit vetë në pronësi ti dhe u boj pasur me automatizëm. Shiqoni çfarë bën lakmia, ajo që është në dorë të huaja. Shiqoni çfarë bën xhelozia. Kur ke lakmi në atë që nuk është në dorë të tua. Shiqoni si të mashtron shejtani, si të largon nga rruga e vërtet dhe rruga e xhairit. Duke pas njeriu shëndet, dy dur, që Allahu t'i ka falë, komt me të cilët ta ka mundësu me kërku riskun, nuk ki nevoj me lakmu në atë që është në durët të tjerëve. Por se për vjeli krahët, kërkoj riskun me durët e tua. Mos lakmu ajo që nuk është në duart tuaja. Mundohu atë që ke nevoj me fitu me djersën tënde, duke i lodh duart e tua, duke e lodh trunin tënd, dhe duke angazhu këtë trup në fitimin e mallit dhe pasurisë halal. Shishoni çfarë bën lakmia tek të tjerit dhe si e keqja nuk ka fund. Lere se vrau njerion me të pa drejt, vrau kushërinin e vetë, që do thot lakmia për dunjo nuk njef gjak, nuk njef afërsi, nuk njef njofsi, afërsi, miqasi, aseksi, nuk ka kufi o vëllezër. Kur njeriu të dashurohet në dunjo dhe të bëhet tërë para syve, ja uzurpon mallin edhe vllaut të vetë, edhe vladit të vetë i adhem billah, edhe babës të vetë i adhem billah. Zoti na ruaj nga këto. Ja uzurpon mallin komshis, ja uzurpon mallin xhamisë, vakëfit, nuk ka brenga, nuk ka dert. Kur njeriu t'i vendohet perde para syve, nuk e njeh fjalën ki frikën e Allahut. Kur t'i vjen perde para syve, nuk njeh kufin. Tek ajo që është e shtrenjtë dhe e nevojshme është vetëm pasuria. Qëllimi dhe synimi final i tij është si me mritë pasuria. Mjetet nuk i interesojnë. Fare nuk i interesojnë mjetet dhe format se si do të mrinte pasuria për ta fituar. Kjo ndodhi është njëra nga ndodhit më madhështore në Kur'an, që përmendet në Suratul Baqara, që vallahi në çdo presje, çdo harf të kësaj sure ka mësime, ka udhëzime, ka këshilla jashtëzakonisht të mëdha. Vallahi sikur njeriu të ketë kohë të bën hulumtime të thukta, vetëm rreth kësaj ndodhie do del me urtësi, mësime, këshilla do të thotë voluminoze. Mundohuni me kuptu çdo harf që ta shpjegojmë, me ato mundësitë tona të përkufizuar vëllezër. Mundoni me jetu me këtë ndodhi.
40 vite, polemik, fesat, shar, hasamlëk, për çka u vëllezër, për një pasuri. Shtiu në fesat 2 fshatra, akuzoj njeriun me të pa drejt, bigajri hak, ra me flet njeriu i pafajshëm, pa bo asgjë zgjodh në mëngjes, akuzot për vrasje. Sa e sa kësi akuzash, sidomos zamanin tonë ndodhen. Zotin ja rujt dhe mos na sprovoft. Sa e sa njeriu vuan burgin për veprat të cilat nuk i ka bëj. Nuk është vetëm vrasja, vrasja përmendet si kulminacioni i sherrit dhe të keqes. Sa e sa njeriu rrin në burg për vjedhje që se ka realizuar vjedhje. Për një vepër të cilën vepra nuk i ka bën. Për vrasje të cilën vrasje nuk i ka realizuar. E bëni dua Allahut që Allah të na ruan nga intrigat e tilla. Në shumicën e rasteve vëllezër, akuzat që u bën njerëzve të pafajshëm janë që dikush t'i arrin qëllimeve të veta, që 90% të rasteve janë materiale. Është thjesht për dunjë, për pasuri, për mall. Ky shembull o vëllezër për ditë përsëritet diku në botë. Kjo që lexojmë këtu sot, që ka ndodhur para mijëra viteve në kohën e Musës alayhis salam, për ditë diku në botë, dikush vritet për mall pasuri e dikush tjetër që nuk është vrasës akuzohet burgoset dhe do të thotë ndoshta edhe vritet me të pa drejt bigajri hak pa pas asnjë farë dore në realizimin e asaj të keqe. Dallimi mes asaj dhe kësaj që sot ndodh është se në atë kohë ishte gjallë Musa alayhis salam. Beni Israelit duke njoft Musën alayhis salam se ka kontakt direkt me Allahun azza wa jall, i tha o Musë, o pejgamberi i Allahut, në 40 vites po mundemi mu marrë vesh për një mos marrëveshje, për një vrasje që na pa akuzojmë dikant e ata neve po na e kthejnë mbrapa akuzën. Thuhet që ai cili shkoi me i thon Musës alayhis salam dhe me lot në sy është vetë vrasësi. Më ka mahnit kjo informat, këtë e kum lexuar disa herë komentin, herën e fundit që u përgatitësha për këtë ders, së pari herë mësova edhe këtë informat. Sa i cili ka insistuar që Musa alayhis salam ta pyet Allahun azza wa jall, kush është vrasësi i vërtet, i kushërinit të vet thotë që ka qenë vetë vrasë. Me lot në sy qanë dhe i thot, o pejgamberi Allahut, po të lusë me gjetë vrasin e kushërinit tën. Kinë se kja të shumë e donë atë kushërin. Shqëri o vëzër kur Allahu të mbyllë sytë, kur e keqja arrin kulminacionin. Si të nënçmon Allahu azza wa jall me fjalët e tua. Sa e sa njerëz aktrojnë viktima, kurse ato janë kriminalë të realt. Ata realisht zbatojnë krimin, zullumin, padrejtësinë të keqen ndaj njerëzve. Iyadhen billah, me lloj-lloj parolash, me lloj-lloj arsyetimesh, me lloj-lloj qëllime të sinqerta në thojza, të cilët natyrisht në prapavi kanë qëllime jashtëzakonisht të këqija. Por unë atë që ka mujt me kuptu një mesazh nga gjithë kjo, ose e vërteta, në shumicën e rasteve del në mejdan prej kësaj dunjoje. Shumicën e rasteve del në mejdan prej kësaj dunjoje. A nuk kam dyshim se nuk ka e vërtetë e cila nuk ka me dal në mejdan, së paku kur dalin para Allahut azza wa jall, atje s'ka hikje nga ajo. Sa e sa njeriu që është qëllim keq, me lloj-lloj akuzash ndal punë të mira, ndal aksione bëmirëse, pse ka zemrën e prisht, e ka vezveset dhe cytjet e shejtanit, është infektuar me vezveset e tia, mendon se të gjithë janë ashtu. Pse ai mendon nga e prapa dhe ka e keqja, mendojnë se dhe njerëzit punojnë keq dhe punojnë ka e prapa. Nuk mundet me kuptu fisnikrin e punës së mirë dhe dashurin që dikush që e ka në kundrejt punës së mirë. E ka të pamundur me kuptu një faktin.
Dhe shumë njerëjo që aktron viktim, që aktron kërkimin e drejtësisë, realisht është vetë kriminele. Realisht është njerëjo që zbaton, planifikon komplote, shere dhe të këqia në adresë të muslimanëve dhe në adresë të islamit. E edhe mbilla, Zotin na rujtë mos ta sprovoftë vëllezër. Kërkoni vazhdimisht për Allahut mbrojtje nga këto vese. Këto njerëz në prezencë të pejgamberëve kështu veprojnë. Duke pas pejgamberin Allahut para syve. Para mendoni sot çka munden me bëj njerëzit kur para syve s'ka më pejgamber. Kanë bëjt vetë xhallar dietar, të cilët nuk kanë shpallë, të ngratë kanë vetëm para durve tia atë që i ka thonë Allahu dhe atë që i ka praktiku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nuk kanë mrekulli. Ata veç kanë diturit për kufizume, duke qenë vetëdijshëm se janë njerëz të cilët kanë edhe më shumë gabime dhe shumë më shumë gabime se pejgamberët. Para mendoni njerëzit e këtij zamani çka munden me bë. Trënqethet trupi kur të ndëgjosh dhe kur të jetosh me njerëz dhe transmetojnë ndodhi të vërteta, të cilët ndodhi të vërteta hala skandal në dritë dhe në mejdan, që dhe e drejta mu zbatu dhe mu implementu dhe i pafajshme me dalë si i pafajshme, e ujku i mbështjelur me lëkur të kingjit të shpalosit dhe del dhe ta kuptojnë gjithë bota së është uk zullumqar, qëllim keqbërës. Zoti i shpaloft dhe i shpalost këta njerëz të ligë të cilët nuk ja duan të mirën njerëzve në përgjithësi në veçanti islamit dhe muslimanëve. I tha një Rasulullah, lutë Allahun azza wa jall që të na nxjerrë në mejdan në vrasjen e vërtet, me lot në sy po qanë vrasje. Kisa atë shumë e donë kusherinin, kisa atë shumë është brengos për atë. Tha Musa a.s. Tha Allahu azza wa jall ju thot që ju me therë një lop. Që ju me therë një lop. Thanë, qalu atattakhidhuna huzwa, hem e pyesin, hem i japin gjavab. Thanë o Musa, tja na ke bon neve mjet për tallja, po tallësh me neve? Na po të pyesmi si domaçina, si njerëz, ti po lun me neve. Na po të thëmë pyeta Allahun kush e ka vra kusherinin tëm, ti po na thu neve prej një lop. Qa ka të bëjë vrasja me lopën? Shkurt pamësi, kështu flet. Shkurt pamësi, kështu flet. Ignoranti, kështu flet. Ai që nuk ka respekt ndaj dijes dhe dietarit, shpirtin e ka në fit dhe nuk lejon që ai me shpjegu atë që duhet deri në fund. Dhe zakonisht janë ndërpret fjala. Dhe zakonisht ja kthen në formë në nënçmuese përgjigjen atij të cilët mendon se është më i dijshmi dhe më i ndershmi, është për t'u habit me këtë fakt. Se ignorante hem e din se kjo është më i dijshëm, më i urtë, ka më shumë dituri, ka më shumë prirje, më shumë përvojë në zgjidhjen e problemit të tij, hem e pyet, hem ja kthen me nënçmim. Hem e pyti Musa a.s. dhe i tha 40 vite në s'po gjejmë zgjidhje për problemin ton. Të kishin qenë më të mençur ata, do të kishin gjetë zgjidhje. Pas 40 viteve thuhet që i drejtohet Musa a.s. edhe në fund i thot, t'ja po tallesh me neve? Si ka mu tallë me ty një njeri që është i dijshëm, i urtë, i ndërgjegjshëm, i përgjegjshëm për pozicionin dhe rolin që e ka në shoqërinë e njerëzimit kudo që është ai. Nuk e bën një gjë të tillë. Njerëzit e mëdhenj nuk tallen me fatkeqësitë e tjerëve. Dhe përgjigjet kur i japin, ato përgjigje duhet të ndëgjohen deri në fund, të analizohen mirë dhe të mirët konkluzion.
që shpesher 99% të rasteve ignoranti nuk ka dërim të ndëgjën përgjigjen deri në fund. Kjo edhe ndodh në shumë pajtime, në shumë ndërmjetësime që i bëjnë hoxhallarët, që ndëgjoj edhe në karan ndonjëherë edhe vetë me prezentu, habitesh dhe mahnitesh se është seanca dhe ulja e parë dhe ti e këshillat para prake dhe ai thot jam në krajin ati. Ndoshta as nuk e njeh palën tjetër. Kjo me ndëgju jep këshillat përgjithshme për me zbut tensionin, ai ta akuzon dhe thot a tallesh me neve, a je në vetë çka e duke fol, hem të pyet, hem e din se ti e kompetent, hem e din se ai nuk ka zgjidhje për problemin, hem nuk të ndëgjon. Biletet mund të shmon. Por kjo ka qenë dhe të mbetet kështu. Për këtë shak dietarët janë trashëgimtarët e pejgamberëve. Duke i përballu këtyre sfidave me këto ngjyra, me këto mentalitete dhe me këto sjellje. Qalu atattakhuduna huzuwa, po tallesh me neve, ti na ke zgjedh neve mjet tallje, as ki me kanë lund me çtërkan me neve xhete. Kështu i thanë Musa alayhis salam. Ai ju thot inna Allaha ya'murukum, Allahu juve për ju urdhnon me therr ju një lok. Ai po transmeton çka ka thonë Allahu azza wa jall. Ata i thonë Musa alayhis salam ti po tallesh me neve, un po tham ka thonë Rabbul Alamin kështu e kështu e kështu, e ti po thu o hoxha im vetë çka duke fol. S'po tham unë asgjë prej vetës, veç po transmetoj që ka thonë Rabbul Alamin, Allahu azza wa jall. Asgjë më tepër, pik. A më njëron të çka thot? Ti po tallesh me neve, a jem vetë? A ti cilin shekull ti jeton? A e dim ku jemi na, njerëzit kanë nip në honë, ti po flet për këto mesele. Po tallesh me popullin, nuk po ju flet sipas mentalitetit që i kanë, sipas rrethonave, ti po thon po tham atë që Allahu e ka përmendur në Kur'an, asgjë më tepër. E cila është e dobishme, e vyshme, e nevojshme për besimtarin kur del para Allahut azza wa jall. Kështu ja kësin gjevapin Musa alayhis salam. Hem e pyesin, hem 40 vite i provojnë gjitha mekanizmat, nuk gjen zgjidhje. Në fund tu agjon zgjidhen Musa alayhis salam, pasi që Allahu azza wa jalla mëson çka me bë, ata thonë ti apo tallesh me neve. Për me ik përgjithësisht nuk thon që Allahu tallet me neve, s'kan guxim. Ama i thon Musa alayhis salam e tattakhiduna, ty neve apo na zgjedh mjet për tallje, nuk thon pse po tallet Zoti me neve, u friksun. A Musa alayhis salam gjevapën u dha inna Allaha ya'murukum, Allahu juve ju urdhnon. Shtashu a boni fars, që? Derisa nuk e dite se pa të fars, derisa nuk pyte se pa të fars, e parashrove pyten, tërt përgjigja, shtash e ki obligim zbatimin e urdhnit që të ka prej Zotit, si përgjigje për pyetjen tënde. Vete lipe, tërt përgjigja, shtash e ki obligim me zbatun. Qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin. Tha Musa alayhis salam, kërkoj mbrojtje prej Allahut që t'jem nga ignorantët, që t'jem sikur jo. E lusë Allahun që të mos më boje sikur jo, me mrujt bi ignorancës dalaletit që i keni jo, Zotin arrit. Dhe besimtari që jeton në rrethonat tilla, ku është i rrethum me njerëz të tillë me kësi karaktere, në formë direkte apo indirekte, duhet shpesh me kërku mbrojtje prej Allahut që të mos e ban sikur se ignorant të tjerë. Mos thuju në shqyqyri jam i udhëzum se kam gale, jo. Thuju Allah kërkoj prej te e ndim, me në forcu që me mbajt sa ma lartë për tyre ignorantëve. Mos me mbo kështo. Mos me më shëndrun kësi karaktere, se vallahi njërës shumë më të mirë se na, shumë më të mirë se unë dhe ti, që i kanë thonë vetës mashallah, fundin e kanë pas berbat, si ma keqë. Zotin arrujt, pse i kanë thonë vetës mashallah? Kanë arru me kërku prej Allahut mbrojtje,
nga ignorantët dhe sjellja e ignorantëve dhe që Allahu t'i ruan që dhe këta të mos bëhen sikur ata. Kur janë mbështetur në vete, kanë haruar mbështetjen në Allahun Azza wa Jall, janë larguar nga dia dhe dietarët. Fundin e kanë pas si ma keq. Historia është e mbushur me fakte të tilla. Jemi shumë të ri me fol, por besoni që 10 raste me këtë përvojë shumë të vogël, minimale, i kam të freskëta të njerëzve të cilët janë mbështetur në vete, e fundin e kam pas si ma keq. Ma të mirë se unë dhe ty po flas. E fundin e kam pas si ma keq. Shkaku se janë mbështetur në vete, shkaku se i ka fitu vetëpëlqimi, ka dominu vetëpëlqimi tek ata, largimi nga dia dhe dietarët, mendjemallësia, humbja e modestisë, ndeja me ignorant dhe me njerëz të lik, i ka sjell deri në atë drejtë. Rastisht thot këtu Musa alayhis salam, qala a'udhu billahi, edhe pse është pejgamberi i Allahut, tha kërkoj mbrojtje prej Allahut. A'udhu billahi, kërkoj mbrojtje prej Allahut. Ai esta'inu, ata'awudhu billahi, kërkoj mbrojtje prej Allahut. Direkt që të mos më bën ignorant sikur si që janë këta. Pse hem pyesin, hem nuk në dëgjojnë, hem të ofendojnë. Që të thotë vëllezër, Ibn Kaimi rahimahullah e ka një thonje në komentin e Suratul Fatiha. Thotë shumë njerëz e kanë lexuar ajetin kuranor, ghayril maghdubi alehim waladdallin. Thotë kështu Ibn Kaimi rahimahullah. Shumë njerëz e kanë lexuar këtë ajet. O Allah mos na ban sikurse maghdubi alehim, sikurse jahudit, e as sikurse devijumit është përqëllim krishterët. Thotë shumë muslimanë e kanë lexuar këtë ajet kuranor edhe rinë rahat. Mendojnë se pse janë bo maghdubi alehim jahudit? Pse i kanë ditë vërtetën nuk i kanë praktikuar. Pse janë bo dallin krishterët? Pse kanë bo punë pa dituri. Si pas mendjes vetë, një jetë shumë i mirë. Nuk him një jetë na. Në dinin tonë nuk him në një jetë. Një jetë është mes ati dhe Allahut. Ama kur janë mundu, si pas logikës së tyre me bo punë të mira, kanë deviju. Jo si pas së që është shënu në Kur'an, apo në sunet, apo në shpallën e Zotit, cëta dhe shpallët që ka qenë ajo. Kur ata i kanë dhonë liri i vetës, që me mendjen e vetë me përcaktu të mirën dhe të keqen, kanë deviju. Thot edhe shumë musliman kanë veset jahudive, meritojnë i dhërimin e Zotit. Edhe shumë musliman të cilët bëjnë veprime si pas mendjes së tyre, meritojnë me u emërtu si devijum, si që janë emërtu devijum krishterët në Suratul Fatiha. Edhe shumë musliman që pyesin, nuk ndëgjojnë, e nënçmojnë pastaj, janë me një rang me jahudit e kohës së Musës alayhis salam. Janë me një rang në cilësi, jo në gjithësi, në përgjithësi, jo në këtë cilësi janë në një rang. Këto në këtë cilësi janë njëjtë sikur se jahudit. Sepse ata kanë pyet, ju ka ardhur përgjigja, se kanë respektu përgjigjen, po lene se kanë respektu përgjigjen, kanë nënçmu dhe në përkom pejgamberin. E muslimani në raport me këta njerëz, me këto cilësi që i kanë, çfarë duhet të thotë? O Allah, rujëm nga sheri i këtyve dhe mos më banë sikur këta. Lusim Allahun azza që të na ruan nga sheri i ignorantëve dhe të mos na banë si ata. Allahun azza lusim që të na ndriçon rrugën me dituri, me Kur'an dhe sunet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në frymërin e fundit të vëllezër. Allahun e lutim që të na ruan nga sheri i shergjeve dhe nga komplotet dhe planifikimet e të këqija që i bëjnë njerëzit të këqij. Lutim Allahun azza që të këqit me vetet e shkatron e besimtar të ruan nga kurthet e ndryshme.